Ndërkaq do të shkoj tek kolegja Brunilda Cami, e cila ndodhet në Dibër. Brunilda, mirëmbrëma. Çfarë po ndodh aktualisht në Dibër? Sepse unë i lexova të dhënat e Dibrës, por çfarë mund të më thuash më shumë, dhe po shoh që je me zotin Blendi Klosi, i cili në emisionin tim ka bërë një parashikim në fakt për Dibrën. E ka thënë që mandatin e tretë do ta marrin. Unë nuk po flas dhe unë nuk po flas dhe po i kaloj zotit Klosi direkt pyetjen tënde. Erla më thotë që keni bërë një parashikim në studion e saj për mandatin e tretë të Dibrës. Si mendoni se do ja dilni? Besoj që Erla e mban më mirë, unë i kam thënë ne garojmë për mandatin e katërt. Po. Mandati i tretë besoj është i konsoliduar, luftojmë për mandatin e katërt. Natyrisht është shumë i vështirë mandati i katërt për në Dibër, po janë akoma të gjitha shanset që t'ja dalim. Megjithatë, besoj që rezultati 3-2 tashmë është konsoliduar. Presim që të përmirësohet diferenca, edhe të shikojmë bashkë me votën e diasporës, padyshim mund të shkojmë, padyshim garojmë edhe për mandatin e katërt. Do të kishte ndonjë pyetje tjetër për zotin Klosi? Pyetje tjetër për Dibrën, për qarkun e Dibrës. Për parashikimin e dha. Jo, e ka dhënë edhe këtu në emision, që është e vërteta dhe e mbaja më shumë mirë, por deri në këto momente jemi te 3 mandate, prandaj e bëra pyetjen. Gjithsesi, doja të dija pak për qarkun e Dibrës, se u duk që Dibra kishte mjaftueshëm tensione në krahasim edhe me qarqet e tjera. Si është situata tani aty? Dhe nëse mund ta pyesësh zotin Klosi. Po, atëherë Erla e ka sërish pyetjen me ty në fakt, edhe pse unë kam ndjekur për më shumë se 24 orë situatën në Dibër, fokusohemi pak te tensionet. Mbrëmja e djeshme ka qenë një ndër pikët më kulmore të tensionit që pati Dibra sa i takon blerjes së votave, pretendimeve, patëm forcat shumta të policisë në pilafe dhe u duk se gjithçka po Nga gjitha ato që thatë ju, e vetmja gjë që nuk qëndronte ishte shitblera votave, pasi realisht u bllokuan makinat mes rrugës edhe në rrugën nacionale. Pra, nuk e di se si mund ta justifikosh bllokimin e njerëzve mes rrugës, edhe ju e dini që është një rrugë e ngushtë, ju besoj ishit dje atje, dhe mjafton që të vësh 2 makina dhe për njerëz shubën, mbase nuk e di se sa qindra makina bashkë, edhe njerëz që të shqetësuar, njerëz që kërkonin të lëviznin, edhe pastaj situata përshkallëzuar, pra ka qenë një tension i panevojshëm, një tension i shkaktuar vetëm 2 ditë e fundit të fushatës, pra edhe ditën e premte dhe ditën e shtunë, pa asnjë shkas. Ditën e premte ju e ndoqët për 5-6 orë u mbajtën të gjitha kamerat dhe projektorët në një makinë që u bllokua në mes të Maqellarës, në bulevardin e asaj province dhe në rrugën kryesore, duke bllokuar gjithë trafikun, duke krijuar kaos. Dhe mbasi u hetua fije për fije makina, nuk u gjet asnjë gjë. Asnjë gjë komprometuese. Pra, të gjitha situata u përsërit dhe të shtunën, u provua që të përsëritej edhe në Bulqiz. Ishin të gjitha shenja për të tensionuar situatën dhe asnjë nga Po për ne besoj pati ndikim pozitiv, edhe vota e po e dëshmon që ka pasur ndikim pozitiv, pasi qytetarët padyshim nuk kanë asnjë interes që në vitin 2025, në një situatë që e gjithë fushata vajte shumë pozitive, të kishte një tensionim të pa arsyeshëm. Pra që nga ju e mbani mend incidentin e Ostrenit, ku kandidati i Partisë Demokratike qelloi një qytetar krejtësisht në detyrë dhe në mënyrë të pafajshme, aty u krijua një tension, përsëri pra gjëra të paqëndrueshme dhe të pa argumentuar. Pra shpresoj shumë që qytetarët na kenë falur në të dy akravet politikës për atë ngjarje e cila nuk kishte asnjë arsye, zero arsye. U kthyen nga mitingu, ishin 200-300 veta dhe bllokuan një makinë mes rrugës me idenë që do gjenin lek, do gjenin armë, do gjenin para, do gjenin armatim luftar. Dhe mbasi erdhi prokuroria, mbasi u bë hetimi, makina nuk lëvizi, ata djemtë qëndruan për 5 orë në makinë dhe kur u kontrollua pse s'kishte. Kështu që realisht mendoj që le të themi kaloi kjo situatë dhe sot e nesër situata. Bruna, dhe një pyetje